Prokuroria e posaçme kundër korrupsionit dhe krimit të organizuar ka kërkuar dhe ka marrë miratimin e gjykatës së posaçme për të kryer kontrollin e banesës së motrave Giovanna dhe Alda Nikolli, aktualisht uniformat blu. Kanë realizuar kontrollin në banesën e tyre në qytetin e Elbasanit, ndërkohë që janë urdhëruar gjithashtu kontrollin e automjeteve dhe celularëve të dy motrave. Kjo kërkesë vjen pas hetimeve të lidhura me një shpërthim me tritol të ndodhur në vitin e kaluar në lagjen Haxhias, ku shpërthimi i tritolit kishte si shenjestër dy motrat Nikolli. Megjithatë, ato nuk pësuan dëmtime, por shpërthimi shkaktoi dëme serioze në shtëpinë e Enea Thomarajt, i cili u la në koma për 3 muaj dhe më pas humbi jetën. Hetimet kanë zbuluar se shpërthimi ishte i drejtuar drejt motrave dhe një prej pisave të hetimit është mundësia e konflikteve të mëparshme që ato kanë pasur përfshirë lidhjen e Giovanna Nikollit me Amarildo Xhanein, një person e arrestuar në gusht të 2023 në Vlorë për armbajtje dhe planifikim vrasje. Giovanna Nikolli ka të bëjë me disa video të publikuara në rrjetet sociale përfshirë një mesazh ndaj Nureddin Dumanit, një tjetër të penduar të drejtësisë, që ka ngritur dyshime mbi lidhjet dhe konfliktet e mundshme të saj me individ të tjerë të përfshirë në botën e krimit. Këto zhvillime kanë çuar në kalimin e dosjes hetimore tek SPAK, i cili po heton përfshirjen e motrave Nikolli në aktivitetet palishme dhe mundësinë e ndërlidhjes me krime të tjera.